Unë mendoj që lufta që po ndodh tash më shumë si shtate ju ka ndiku në çmimet e karburanteve, edhe këtë periudhën e mbledhjeve pranverore do të ndikojë mjaftueshëm që çmimet edhe kostoja e prodhimit të produkteve të ndryshme bujqësore të rritet, po njëkohësisht edhe besoj se transporti apo logjistika e transportimit si të plehrave minerale, farave, edhe produkteve të gatshme do të ndikojë që çmimet në Kosovë të rriten. Kjo është vërejt vetëm edhe prej fillimit të luftës në Ukrainë dhe në Rusi, sepse kjo ka pas një ndikim mjaft të madh se Ukraina dhe Rusia janë dy prej eksportuesve më të mëdhenj të dritrave edhe këtyre bimëve që janë vajore, kështu që është vërejt vetëm se një rritje e çmimeve gjatë këtyre dy viteve, si të produkteve edhe të punës. Po mendoj që ndoshta pika kyçe që po ndikon nganjëherë edhe në rritjen është edhe çështja e punëtorëve apo njerëzve që punojnë në bujqësi, sepse në pamundësi të angazhimit të fuqisë punëtore, atëherë rritja e çmimit të karburantëve do të ndikojë direkt në përdorimin e teknologjive apo mekanizmit bujqësor, i cili ndikon ndjeshëm në çmimet si në Kosovë, si në Shqipëri, edhe besoj që prapë do të ketë një ndikim dhe çmimet edhe si vjetë do të jenë mjaft të larta. Mi po brenga eme kryesore është që përveç këtyre që po ndodhen rritjes së çmimeve të këtyre produkteve të cilat po ndikohen nga lufta në Iran, do të jetë edhe ndikimi i çmimit të fuqisë punëtore, e cila si në Kosovë besoj edhe në Shqipëri po ndihet si goxha e madhe.